Po doktoresh, a keni pas raste vetë personalisht që ju ka ramu përballë më shpesh me këshilla që jepni pacientëve sa i përket këtyre sëmundjeve të alergjive? Unë thash, në të shumtën e rasteve, shumica e pacientëve janë pacientë të cilët vinë me sugjerimet e ndonjë pacienti tjetër dhe këshillat e mia i merr të mirëfillta. Shumë rrallë më ka ndodhur të kemi individ të cilët kanë qenë ja të tillë që kanë ditur të gjithë, sepse në momentin e tillë në qoftë se unë e shoh që kem ta bëj me një individ të tillë, do të thotë mundohem së pari ta jap maksimumin nga vetvetja, po them një ose dy gjatë tërë karrierës time, që nuk është e vogël, është ndoshta 30 e sa vjeçare. Mirë, po nëse në të ardhmen do të hasi, nuk di, ndoshta do t'i them faleminderit shumë për kohën që kemi qenë së bashku, por unë kaq di.